Të dashura Çupa, zonja e zonjusha, të dashura të raja, vajza, gra, të dashura motra, dhe me thënë, motra ato që janë gjallë, se tani ato që kanë ikur, qa ti besh, kështu është jeta, to ikëm ne që të vinë të rajat, po satën e ka të shkruar i madhi Zot, të roj me këmë, me dorë, e mod na e vonoj, kur na japi hope e tope në grop. Tani dhe joni me men, të thoni ju që qa është që komunikim që bëjmë së toko. Unë mejtova që për të gjitha hallet, shqetësimet, i tiresimet, qa pjoti shkeni ju për veten tuaj, për familjen tuaj, për qa do lloj gjë që të keni, të shkruani memes në faqen time, ju flet Aneja. Ju flet Aneja këtu, ja, tek e keni tok këtu, shkruani memes, unë i lexoj dhe ju kthe përgjigje fet. Se kam gjithë atë eksperiencë, mos ta mbaj për vete, ta çpërndaj për të tëra, se na shihesh një botë e çmendur, një botë rrumbullake, po s'merr vesh i pari dytin, o prish dynjaja, s'merret vesh. Thoj, ja na shi, me njëherë unë mejtoj që të futet tek mesazhet e para që i kanë ardhur memes, edhe njëherë ju flet Aneja, por na shi se dhe mosha bënte vetëm, po i fusim një glajk ujë, na më i miri që kemi, na springu, ujnë e pravishte. Na shi, të shikojmë marshardha, pas ka ardhur plot. Nëna Nea, jam bajamja anonime. Edhe anonime që dhe pajame, Ane të bëfsha kur bën, me ka zënë halli me burin, me thot jam bërë eftot në shtrat, kur unë në fakt hedhi organ dhe në korik, e jo më tani që veç i organit hedh dhe batanie, aman se nuk je ka rar. O pajame anonime, në gjo maman. Na shi që të pësoj mama se qas në gjojnë, nësë të buri kësu e ka, bëri shurë të gari dhe iku, po ty është të mbetet me që nuk ka pse t'jesh eftot, mo fli me njëherë. Prite të vi njërë bojua, të vi njërë pelivani, ka hale, s'ka hale, se burat këtu janë me qupe. Ti mund të puno që të lodhet, vjen ai Hasani në darkë, thot, ku më je? Ti fle njëherë, fle dyherë, thot ai, tani, do t'i vete në një teatre. Pra të bëfte nëme, o pajame, dhe gjo maman, ti nuk je eftot, ti je si soba, po duhet t'i veç zjarin druve. Kupton veti, pastaj edhe, po s'deshi ai sudaci, le ta gjen ai madhi, akto. Na shi, ja t'vim tek mesazhi tjetër. Ne buri me kontrollo telefonin, bet gjeloz për çdo gjë. Po se kush është që? Po ti që s'ke shkojtur emrin, na shi të bëfte mëma, se mëma ti thotë të jo me mua, nuk ka, unë ta ngop, ku ka zë, se s'pa gjë, nuk të vjen rotull ka taj. Lari celularin, se sot është bërë dynja celular, ulen 2 veta më shumë merren celular se sa shon njeri atri në sy. Lere celularin, erdi buri, ndi buri, shko pas buri, qa do buri, si e do buri, du bëfte mëma, se ja këshu prishet familja, du bëfte mëma, zogu mëmës, ashtu, pështroj buri në sy, ashtu se kote nuk të bjen qaf njeri, ashtu të bëfte mëma. Se ndryshe pasaj të përfundoj Simonika, me morim qafa i shokulikes, morim qafa i që nuk i ka thënë që mona është, mano zot, e përqej shumë, po do të mollois në fund. Për monën e shotin në Big Barda, aty me kërnaq shpirtin kur flet ashtu, vetëm atë si vati unë gjitë me atë ledjonin ashtu, zero, se si e quajt Jana zero, nuk njitet ashtu me burën e botës. Buri burës, qaka? Fle lepuri? Nuk fle.
zgjohet ashtu. Nashi, nena ne, unë jam një anonime na Pekini. Kam rënë në hall të madh, jam e martuar, po kam njohur një teatr. E di sa i miqër, edhe me kupton. Kemi një kimike shtet të them, se Hy ka patur dhe eksperiencat të tjera. Ka patur eksperienca ai. Si mua, se dhe unë kam patur shumë eksperienca. E zeza i pas ke luajtur fen me çupe, para se të martosha. Po që kur jam martuar, kjo është eksperienca e parë. Zi çfarë të bëj aman. Më i bi. Këtu fillon telenovela turke të bëfta, mama. Në gjo, mama, që të flasi mama jote, me në gjo, se unë t'i them lafe të hapur. Nuk shkon kjo kështu. Ke patur eksperienca ti, po që kur je martuar, kjo është eksperiencë e parë. Është si punë e burrit që ka lënë cingarin. Njerë ta thithje teatrin e fillon prap në e para. Mas unë dis, kështu të bëfta, mama. Leri e to, maja ti burin tënde, maj burin tënde, shu të bëfta, mama, se baklavaja e miresh, kur është e botës. Por ja hekre një herë, më tutet e velë, është si punë e saj të bëftë mama, me që na Pekini po t'i them këto. Kur shkon në restorant, ti vete edhe porosit e shikon atë mernun, qa i katalogu, e vështron si të duat shti na fillimin në fund, dhe ti merë qa do ti, qa zgjedh ti, po do ti ulesht për të ngrënë dhe shikon atë tavolina teatrit, shikon pjatot e teatrit. Nuk është kështu të bëptë, ma ull kokën e shikon pjaton tënde, shikon Hasanin tënde aty. Ata një të plasë se me përqen, je si qertë. Ashtu, kur mundi ka qenë kjo. Me aneja, jam me Magda, në Librajdi, banoj në Tiranë. Ane buri im nuk më prek, më thot se jemi si motre vlla. Na me Magde, me gjo memen, si nuk të prek me, e dish dhe bësh ti lagu e kurrosu, reglopi, spilosu, mondyej, futi dhe një livando, një parthun, vete stënde dhe dil në një moment kur s'ja merë mëndja ati. Ke për të parë kur të të lëshojt në mbrapa të gjemoj se kështu janë burrat, janë shok të qenve janë, mu si zagar të vi në mbrapa. Gjilezoje që të vi. Shtë të ta thot më cop në shi tje kuptojnë vetë. Inshallah godit edhe e bukur se nuk ma kanë nxjerë surratin këtu. Të ta sho, aman qëf se ke surratit pas ta qati bësh përndia ati shu të bësh. O në nane, o njëshe, po kush është që më pse pa emra mesazhet ju bëftë mama, mi shkruani me emra, se pa emra qysh të ndrejtoj mund tani, edhe jo anonime në këto, edhe me fotografia të sho, e më vind një fotografi tuaja, jo vendos një fotografi aty një të bukur në dheut edhe për vetën të dhe e musisor. Fytyrën në ka të zotit tani përndia, kështu? Si t'ja bëj me vjehrën moja mathet, me qanë trapin, me fut hundet kudo. Edhe ku shkojmë në krevat me buri, vjen dhe e mbullon se mos i ftojet. Nuk në let të flem me derë mbyllur. Qa të thotë me ma ty? Qëtë të thotë me ma ty se tani vjera të bëftë me ma është fat, si që është buri edhe vjera. Në shiti të më thua që mua po unë e kam thënë dhe herë teatr. Unë e durova 1 herë, 2 herë, 3 herë, i thash vjera, numërova dhe në 3 ma bërë e borë që se futa në dhe. Dhe në dhe e futa. Ja po tani e mo qati bësh. Edhe ti, ka shdo që me kufi? Kufirin të thana? Kemi thënë, 1 herë kemi thënë. Kemi thënë si e me zëqës ma i thanës. Po jo kështu vjera, shko me punën tënde. Po djali do fle me nusën e vetë, thuajme. Po dorime do shkëmbejme, do japëme, do marime, mardhenje quhet me. Por po s'fjeti burri me nusën, që do t'i bëj fëmit me? Do t'a bëni si a i salami. Që vati a i tha faleminderit perëndista, se më ka dhënë 2 fëmi. Jo, i tha Selmani, unë tha i kam bërë vetë, ta me anen.
Po sepse burri me gruan, i bën fëmijë, nuk sa do të mi lutu o Zot të vi vajza apo djalë çon si ka. Ashtu. Nashi, ja pyetja tjetër. O nënane, aman mo i zonjë nderuar, rofesh për të gjitha këshillat që më na jep. Aman moj nënane, si t'ja bëj. Lodhem, këputem, burri im më kërkon gjithmonë seks. Unë jo gjithmonë kam dëshirë që të bëj. A të bëftë më i bi të ndrejt ke. Lodhe, ti e di sa lodhe, po burri, aty e kam mendjen. Se është si puna telefonit, po nuk e karikove, i be bateria. Kështu është edhe burri për të tim. Eshte të them unë se do t'i thua shi që e karikove pak, po ai po karikuat. Qa të them, me kujdes, se burri është dashuri, po i thuaj që jam e lodhur sot e të mirë kuftoj. Të vëftë mëma, se burri nuk mbaj vetë me buke gjellë, do dhe e kështu e ka shkruar të pernia. Po smartojnë kodë të dynjaja. Ata njëse nuk do të theme me, po e kupton vetë ti, mo ta humbaq burin. Ashtu. E nashi mjaf për këto mesajet për sot se gjellë me kripa me karar, nashi se po më vinë ca mesajet e tjera, ja t'i vështroj një herë. Mona, të vëftë me përqej shumë këta, e përqej shumë, monën është qakerë, me përqenë, në cara se më duke si vetja që moti, po, pas kanë dalë në perkuroria këta. Unë ja thash edhe prokurorit, që si çdo, ja thash edhe prokurorit si çdo gjë që bet në 2, edhe seksi bet në 2, edhe korrupsioni bet në 2, Monika thot bet në 3, problemi qëndron që. Problemi qëndron, jo, nuk e di ato lloj stilesh Kama Sutra, Monika. Unë ja thash. Zeza, qa thot që? Seksi në 2, po në 2, po që në 5, që është që me 5? Nuk jam për jo gjira unë. Kur vërira këto. Shumë ka bim, mona, shumë ka bim, ama që që të nëzirë nga goja në ashti? Nuk duhet kështu. Tu bëftë mëma, se njeri u për një nderëron. Shumë keq ka folur atje. Nuk e di si e ka patur halin, por keq ka folur. Ashtu. Po më base bukuri unë nuk e do familja u qiku. O, që asë njëri sa i Jep mendje qyle djoni flet qalë të menqura. Kështu është edhe mua s'ma donte Selmani familja. Po, dashuria nuk pyet. I thash, hajde mere kalin. Mere kalin dhe hajde mere një t'i vërën kalte me Selmanin. Po pasaj, lini kokën për Selmani, babaj dhe mamaja ime, e donin shumë, se Selmani ishte. Me merë të më mbande në duar këshu hopa. Që është dashuria, kemë bërë dashuri sa imi shqepur. Thoje Selman Mavria. Po kur mbetet njëri u vetëm, shko televizor, qa të bëj? Me mona qa ke thëmë prapë. Zoti Kryemati, Zoti Meta nuk ishin familjarë. Jam zonja, o shoku. Edhe për mediat do të vendon dispozicion. Amana që është kjo si ta këthe lafin, që këfëk me një. Që që i tha bashkë me Zoti Kryemati. Pa unë jam femër, i tham jam zonja, o shoku. E që këtha kështu nga goja ta këput lafne, edhe aty të Big Bardi i Wango, pa atyre me kërnaq, monin e dua shumë, e kam si qufën time, ka diçka që njën në mua, ka kështu, si thonë, më ka një kara, kështu me që i thonë, karakter, kemi të njëjtë karakterin atë, edhe atyre të Big Bardi Wango, më bën qefin aty, fiksime ka me atë mirin qa ka, unë nuk e përqej atë, të bëj teatri gjitha i burë 50 vjeqe edhe të hijit e kam qupën time dhe fërko, tani, kam shumë i natë kështu, edhe atë budollan atë, o Gertin qa e ka aji, ati janë gopë mirë ati, amen edhe me i brikene, me që që puthe, nduka të po e do, jep ja të tëra qa do. Da i vjen mërdal tani atje, lërin për këtë prime qa i thoni ju nashi, mona ja ke berë shumë mirë të bëfte mëma, jo, qa të them. Edhe ato, kysh kishe blerë çantë Hermes me kyqe.
Çanti Hermes 12.000 euro. E bleva e mora për kushurirën time dhe e lek të madh ke do për pjetë. Po mirë, do bëftë mama, po i ha dot, i gëzofsh. Po si ha dot, qatë të thotë mama, me i thate të kam qef shumë. E mbëllim për sot ju fleta nea, të flasëm prap emisionin teatr. Kështu, miro pafshim, ju dua shumë të gjitha zonja, zonjusha, qupa të raja, edhe ju motrat e mia, për ju që jeni gjallë, ato që kanë nikur, rata bekimet kellem për që kalem pas.